Në fjalën e kësaj të enjte në kuvend, deputeti Toni Gogu, njëherësh nënkryetari i grupit parlamentar të PS-s deri në konfigurimin e kuvendit të ri, ju drejtua deklaratave të bëra nga përfaqësues të PD-s në panelet ndërkombëtare të ditëve të fundit. Kujtojmë se kryetari i PD-s Ali Berisha në prezantimin e bërë e përshkroi Shqipërinë si narkoshtet. Një përshkrim i tillë nga kryetari i opozitës sigurisht nuk shkon në një linjë me frymën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. E thanë me gjuhën e shifrave, e thanë me gjuhën e vlerësimit institucional, e thanë me gjuhën e standardeve europiane, ashtu siç din ta thonë ata. Pra, të nderuar kolegë, të nderuar qytetar, ne shqiptarët nuk jemi më bishti i Ballkanit. Jemi kreu i Ballkanit në paradhomën e europianëve. Pra, jemi aty ku nuk kemi qenë kurrë. Dhe kjo vjen për shkak të palëkundshmërisë, thot deklarata për shtypje e tyre, e punëve që ka bërë Shqipëria dhe e vizionit integrues europian të kësaj shumice qeverise në Shqipëri. Ndaj ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në seanca e sotme është e rëndësishme, jo vetëm seanca e parë që ne rikthehemi për diskutuar projekte pas zgjedhjeve, por sepse duhet të ndajmë mirë rrugët. Projektet që vinë sot janë projekte pune. Të gjitha gjërat që do diskutojmë sot janë akte, siç është edhe biodiversiteti, një nga sfidat botërore, europiane, që ne shqiptarët vlerësohemi përsëri nga Bashkimi Evropian, që po ndeshemi bashkë me ta, siç po ndeshemi me migracionin, siç po ndeshemi pra me klimën, siç po ndeshemi me energjinë, janë pjesë të raportit. Dhe kjo është njëra rrugë, rruga e punës. Ndërkohë, që tjetër që është rruga e fantazive të rënimit, me profetët e rënimit, ku çdo gjë është e rënuar. Unë besoj që Shqipëria është tokë e premtuar, jo tokë e mallkuar. Unë besoj që ky vend që neve na ka dhënë Zoti, me motin, me pjellorin, me njerëz fantastik, punëtor, që punojnë nga mëngjesi deri në darkë, nuk meritojnë që të rinë duar kryq, ku Shqipëria baltoset dhe ku Shqipëria krahasohet me laviret e rrugës. Gogu duket se është kthyer në rolin e predikuesit pasi në përfundim të fjalimit të tij u shpreh. Ndaj sot lutja ime është që Zoti ta bekojë Shqipërinë, shqiptarët, të rinjt, natyrën e saj, të na ndriçojë të gjithë neve që sot, po dhe ata që do të vinë muaj më pas dhe që marrin përgjegjësi dhe diskutojmë dhe vendosim në këtë kuvend, të na ndriçojë mendjen dhe ta ruaj Shqipërinë nga ata të cilët janë të gatshëm ta djegin se nuk e qeveresin dot.